Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i shtunë 13 dhjetor 2025. Dashi. Takime stimuluese. Lajme të papritura në familje. Demi. Një ngjarje e papritur dhe do të shpenzoni më shumë para. Mos i nënvlerësoni ndjenjat, por mos u përmbaheni njerëzve që nuk e meritojnë besimin tuaj. Takime të reja të mundshme. Binjaket. Lëvizni me kujdes, sidomos në dashuri, në fakt duhet t'i kushtoni vëmendje diskutimeve. Nëse shihni se dikush është kundër jush ose nuk ndjeheni të qetë, shtyni çdo pyetje në një datë tjetër. Gaforja. Ju duhet të shkallëzoni disa shpenzime. Bëni një udhëtim sa më shpejt që të mundeni. Luani. Ja vlen të studioni strategji të reja, të përpiqeni të jeni të kujdesshëm dhe të mos shmangni njerëzit që ju rrethojnë. Do të ishte e përshtatshme të gërmoni pak hapësirë për ndjenjat. Virgjëresha. Ju duhet të mbani nën kontroll emocionet që përjetoni në këtë periudhë. Shmangni orët e vona të natës sonte. Peshorja. Është e mundur të përpiqesh të rikuperosh një situatë dashurie në një nivel emocional. Një situatë sigurisht jo e lehtë që ju stimulon të bëni më mirë, në vend që t'ju pengojë. Akrepi. Marrëdhënie intensive dashurie, tani keni nevojë për siguri nga partneri juaj. Afrohuni vetëm me ata që janë në gjendje t'ju dëgjojnë. Shigjetari. Në dashuri, nëse dikush nuk ju ka dhënë përgjigjet që prisni, mund të thoni edhe mjaft. Kujdes nga akuzat e vogla, shumë shpenzime. Britsjapi. Ju nuk keni dëshirë të bëni zgjedhje të rëndësishme, ju mungon energjia e duhur. Nëse në dashuri idetë tuaja nuk janë të qarta, sot do të jetë mirë të mos flisni. Ujori. Ju duhet të rimarrni formën fizike. Ndjeni pak kënaqësi në dashuri. Peshqit. Sharmi juaj do të jetë më i dukshëm se zakonisht dhe absolutisht nuk do t'ju duhet të qëndroni të mbyllur në shtëpi, nëse nuk dëshironi të organizoni një takim të veçantë, sektori i miqësisë është i kënaqshëm. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.